Unë nuk jam shqiptare, më saktë, nuk dua të jem. Unë nuk jam shqiptar, më saktë, nuk dua të jem shqiptar. Madje as vetmi Ismail Qemali nuk do të donte të ishte shqiptar, se si jemi katandisur ne sot. Një zhgënjim i madh, vuajtje, stërmundime, llumë, varfëri, mediokritet, ignorancë, prapambetje, kafene, llafe, përtatësi, dallavere, të shitur, të blerë, të korruptueshëm, morale, të pamoralshëm, njerëz pa identitet vetjak dhe kombëtar. Shqiptar do të thotë prapambetje, mbetje të lëna pas. Kështu kemi përfunduar. E përse duhet me qenë shqiptar? Sot të gjithë duan t'ja mbathim për një jetë më të mirë, të vjetër e të rinj, të pasur dhe të varfër, patriot dhe pseudopatriot. Unë nuk jam shqiptar, nuk dua të jem shqiptar, as sot, as netësër, as mot. Në vendin tuaj, në vendin ton, në vendin tim, nuk ka kush të më garantoj se e ardhmja do të jetë ndryshe dhe krimi më i madh është që shpresa ka vdekur. Të gjithë duan të ikin, të gjithë. Boll bët shqiponjën me duar, boll e disa patriot që jemi. Aq sa të zhdukemi të gjithë nga ky vend. Boll zhgënjyet, boll gënjyet ushtirët, hoqët, boll edhe ju që jeni jashtë, që i quani veten adedashës, vetëm në festën e 28 nëntorit. Boll se është groteske, e dhimbshme dhe qesharake. Ç'keni bërë ju për vendin tuaj? Një mut. Unë nuk dua të jem shqiptar. Dua të jem gjerman, amerikan, anglez. Dua të kem dinjitet, mirëqenie, ekonomi. Dua të jetoj dhe mbi të gjitha të shpresoj për një të ardhme. Ju mi keni vrarë shpresat. Unë nuk dua të jem shqiptar. Unë nuk jam shqiptar. Unë nuk dua të trajtohem si një mbetje. Dua të jem qytetar, krenar për vendin që i ofron një jetë më të mirë, të qetë. Sot, nesër dhe në ditët në vijim, unë nuk jam shqiptar. Pres ditën që t'jam mbath. E urej veten time. Si thura shpresa në këtë vend? Si? Në djallë vafshin të gjithë. Unë nuk jam shqiptar. Nuk jam, dhe pik. Nga Elton Leka.